Pikërisht brenda këtij lokali mbrëm janë dëgjuar të shtëna armësh, ku si pasojë ka mbetur i vrarë Naser Gashi, rreth 62 vjeçar dhe i plagosur Miftari. Njeri i urtë e punëtor, kështu e përshkruajnë kolegët e tij, pra tregtarët e tjerë të cilët e kanë njohur Naser Gashin, i cili sot do duhej të ishte këtu pikërisht në vendin e tij të punës, i cili për vite të tëra e mbajti këtë biznes të vogël. Ndodhemi në lagjën ku ka jetuar tashmë njeri Naser Gashi, e sipas një familjari i cili nuk dëshiroj të prononcoj për televizionin ton, Naser Gashi ka rënë viktim e disa problematikave të personave të tjerë, ku e ka kapur plumbi çorr. Sipas tij, nuk ka pasur të bëj as pak me probleme. Naseri ka qenë njeri i urtë, ka qenë njeri familjar, dhe rasti tjetër që është cekur në për media tjera, do me thonë goditja me thik, nuk ka të bëj fare, do me thonë nuk është e vërtet që Naseri në ka goditur me thik. Naseri në ka kapur plumbi çorr dhe si pasojë ka vdekur. Siç dihet, sipas gjitha informatave nga familjari i tij, Naser Gashi sot do të varroset në orën 3 në varrezat e Dragodanit.